Kam një mesazh të drejt për veglën e verbër të Edi Ramës në Shkodër. Mos kujto se po i mban tim me bukë shkodranët. Nuk je ti që ke ndërtuar ndonjë të ardhme për këtë qytet. Je thjesht një përfitues i pa skrupull i këtij pushteti. Një njeri pa shtyllë, që është për ul çdo qeverie për të ruajtur privilegjet personale. Shkodra nuk e ka shkru historinë me njerëz të tillë si ti. Shkodra ka duru, por nuk harron. Demokratët të kam mbajtur në shpinë ndër vite, ndërsa ti i ke trastu, i ke vjedh dhe ke shkelur mbi ta pa mëshirë. Je shembulli i pastër i korrupsionit të institucionalizuar, i njeriut që ditën për diell ka vjedhur fondet publike si që panë në videot me zë dhe me figurë, që ka ngritur vila me miliona euro dhe ende ecën i lirë në sytë e drejtësisë. A i ka shpëtu vërtet syrit të Altin Dumanit vilat e tua? A ka kaluar pa u parë videoja ku ti ndaje parat me berberet e Ballukës? Mos guxo të bësh presion mbi demokratët dhe qytetarët e Shkodrës. Ti ke ngrënë bukën dhe mullin e tyne pa turp dhe pa dinjitet. Ta kam thënë dhe ta them sërisht, orët e tua janë të numëruara. Qesh sot në oborrin e rilindjes, sepse shumë shpejt do të përfundosh aty ku përfundojnë çdo simbol i kalbun i pushtetit të korruptuar, në koshin e harresës politike të kryeministrit në ikje. Shkodra nuk ta ka për borxh.